Afera e inceneratorit të Tiranës është jo vetëm më e madhja, por edhe më korruptivja, që fatkeqësisht zgjatet në hetimet e spakut nga një prokuror me drita fikur. Një kontratë që u ka kushtuar shqiptarëve mbi 130 milion euro, pavarësisht se nuk ekziston. Inceneratori i Tiranës është një vjedhje e madhe dhe një projekt në letër, ku në vend të tij gjenden tonelata me plehra që e kanë çuar situatën në prag katastrofe. Bëhet fjalë për një aferë ku i implikuar me prova është edhe kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, Erion Veliaj. Ka disa dokumente që e lidhin Erion Veliajin me çështjen. Dokumenti i parë është ai nga i cili Erion Veliaj i kthen përgjigje Alqi Bllakos dhe Lefter Kokës, ku bie dakord me çmimin 29 euro për ton për mbetje. Dokumenti i dytë është ai i vendosjes të strukturave të bashkisë në rresht për kompaninë ndërtuese. Edhe pse është e zakontë që të lidhet një marrëveshje mes një kompanie që ofron shërbime në fushën e mbetjeve dhe një bashkie, Erion Veliaj në këtë rast as nuk e ka firmosur vetë, por ka vënë vartësit e tij, të cilët veç të tjerash kanë përdorur edhe vulën e Bashkisë Tiranës. CNA ka sjell disa herë materiale dhe dokumente për inceneratorin jo ekzistent të Tiranës. Një aferë që prej 5 vitesh është ende çështje e hapur. Kallëzimi për aferën e inceneratorit të Tiranës është bërë në vitin 2021 dhe tani në vitin 2026 kanë kaluar plot 5 vite nga hetimet që nuk po çojnë askund. Asnjë përgjegjësi nga bashkia që e kërkoi dhe kishte në mbikëqytje ndërtimin e inceneratorit. Duket se dosja hetimit të kësaj afere është në duart e prokurorit Dritan Prençi, që ka zgjedhur ta zvarrisë pafund, madje fle mbi dosje pa u ndikuar as nga denuncimet e opozitës e as nga raportimet e mediave apo opinioni publik. Në këtë rast, kërkues dhe implikuar kryesor del një kryebashkiak i arrestuar dhe me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Lind pyetja: pse Erion Veliaj duhet hetohet apo duhet të burgoset për këtë e ajolës, ndërsa nuk hetohet për inceneratorin? Deri më sot, përcaktimi i fajësisë penale është kompetencë ekskluzive e gjykatave, ndërsa debati publik për një aferë të tillë, ku qytetarëve u merren qindra mijëra euro, duke i vënë edhe në lojë me një investim jo ekzistent, lidhet kryesisht me përgjegjësinë politike, por edhe hapat ligjor që duhet vijojnë për çështjen. Në qoftë se çështja e inceneratorit të Tiranës nuk i shkohet deri në fund, për të shkuar direkt tek veprimet ose mosveprimet e Erion Veliajit për këtë aferë, nuk do të merret vesh kurrë se çfarë ka ndodhur dhe ku kanë përfunduar qindra miliona euro të marra nga qytetarët shqiptar. Në këtë aferë nuk luhet vetëm me paratë e shqiptarëve apo vendimet abuzive të një kryebashkiaku, por edhe me shëndetin e qytetarëve dhe rrezikun për një katastrofë mjedisore që është në dyert e banorëve të kryeqytetit.